Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj në të një mbrëmje të bukur apo një ditë të bukur, sepse kemi njerëz dhe në Kanada, kemi njerëz në Amerikë, kemi njerëz kudo. Dhe u uroj në të gëzuar për shumë vjet Kurban Bayramin, festën e fuqishme të universit, se unë e adhuroj këtë energji pozitive. Dhe uroj që të gjithëve ju, kudo që të jeni, t'u gjej mbar, t'u gjej shëndosh nga të gjitha anët, okay? Do bëjmë një parashikim, por para se të bëjmë parashikimin, dua të flas për portalin në fakt, për portalin të muajit 6, datës 6, që neve ishim sot në datën 6, dhe bëj një ritual për shëndet, prosperitet dhe punë, ose të ardhurat të mira financiare, si mund ta quajmë. Është një portal shumë i bukur, është një portal që sjell energji, që sjell transformon personalitetin tuaj të brendshëm, anën shpirtërore, çliron energjitë e vjetra, do me thonë që keni mbajtur peng nga e shkuara largohen, fluturojnë. Rrit intuitën tuaj, do filloni të dëgjoni vetë zërin tuaj të brendshëm dhe do ndjeni më shumë lidhjen me veten tuaj se sa me njerëzit që keni përreth. Mund të sjell ndryshime, kjo gjë, mund të sjell ndryshime të rrugtimit tuaj, mund të sjell ndryshime të papritura, por do t'ju shërbejnë këto gjëra për arsye sepse këtë muaj, por dhe muajt në vazhdim, por kjo hënë e plot që jemi tani në hënën e shigjetarit, është një hënë shumë e bukur për të bërë manifestimet tuaja. Çfarë do lloj manifestimi që ti ke dëshirë në këtë periudhë? Duke menduar me veten, duke bërë manifestime për njerëzit tuaj të zemrës, mund të shikoni dhe më shumë, sepse këto rituale ndodhin dhe më shumë gjatë hënave të reja, por dhe gjatë hënave të plota. Varet ti se përse do një manifestim. Këtë varet ti. Ne po flasim për këtë manifestimin e ditës së sotme. Ke kohë ta bësh, nuk është diçka që mund të sjellë gjëra negative në jetë, është diçka që të sjell pozitivitet, të sjell fuqi dhe të sjell transformim shpirtëror. Gjëja e parë është që duhet të keni një pjatë, okay, të keni një pjatë. Dhe në pjatë të keni o shkopin të ndezur, në netarua ka mësuar gjithmonë se çfarë shkopin duhet të keni, quhen shkopin pastrimi, janë këta i gjeni kudo, në Shqipëri i gjeni nëpër supermarkete, sepse unë kam gjetur dhe në Shqipëri, kurse në shtetet e huaja i gjeni nëpër supermarketet ose në këto që janë një poundçe, ose €1 i gjeni në për dyqane, okay? Dhe para se të filloni, e ndizni këtë drun, edhe pastroni komplet ambientin ku jeni aty, dhe i veten tuaj ta pastroni çdo ditë mirësht. Nëse nuk e keni këtë me sherebel, ose dhe me drun e kanellës mund ta bëni, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të pastrohet ajo që ti po manifeston atë moment. Siç u ka thënë netarua, qiri unë gjithmonë të bardhë në këto gjëra, siç e kemi këtu përpara, të një gotë me ujë. Në netarua e ka kafen do ta pi bashkë me ju, të keni 3 dru kanelle, 1 star anis, një letër që të shkruani çfarë dëshironi nga ky manifestim që bëni. Nuk është manifestim dashurie, po e them edhe një herë, po e cilësoj, por është manifestim për prosperitet, për shëndet dhe për punë. Okay? Duhet të keni, para se të vendosni pjatën, që i keni bërë pastrimet edhe këto, do merrni në drurin e kanellës dhe do shënoni çfarë dëshironi ju, prosperitetin e vendos kështu, okay? Siç po ua bën në netarua tani. Shëndetin e shkruan në drurin e kanellës dhe e bën këtu, okay? Dhe unë kam shkruar diçka këtu, por nuk ka problem, sepse
po i marr nga ndej që i kam bërë përpara, për t'ua treguar ju, okay? Dhe i vendosni këtu. Tani këtu brenda ju do i dhni vetëm oris, asgjë tjetër. Vetëm oris. Nëse mbani mend, nënë e Tarua para sa kohësh ju ka mësuar të bëni vajin e lekut. Si ta bëni vajin e lekut në shtëpinë tuaj. Nuk e di a keni akoma atë vajin e lekut apo jo, por uroj që ta keni në shtëpi vajin e lekut. E bëni disa pika me vajin e lekut dhe mbi të vini staranisin. Por mos harroni në noris do fusni lekun që doni, 20 euro, 10 euro, 5 euro. Ai lek nuk do merret të blihet më, por ai lek do qëndrojë në portofolin tuaj për manifestimin e qershorit të vitit që vjen. Okej? Prandaj duhet të bëni kujdes mos e prishni atë lek kur manifestoni. Pasi ti ke mbaruar këtë procedurë, do t'i japësh fuqi me duart e tua, okay? Do t'i jepni fuqi me duart e tua për të arritur, për të fuqizuar më shumë manifestimi, sepse unë nuk kam thënë, energjia është tek fuqia juaj, tek askush tjetër. Energjia është brenda jush. Dhe atë energji që ti ke ato çaste, është fuqia që do t'i japësh manifestimit tënd. Por mos harroni gjithmonë qiriu të jetë i ndezur. Okej? Do thoni ju në Nataro, pse qiriu këtë moment është ngjyrë kafë? Është ngjyrë kafë se nëna Tarua e ka hedhur pak kanell plur. Dhe në shtëpitë tuaja, nëse ju keni qirinj të tillë, hidhini një majluge kanell. Okej? Pse se mban erë të mirë, ose karafil. Keni parasysh karafilet që mbani gjyshet në gojë, edhe atë. Por duhet të keni edhe, mos harroni dhe këtë shenjën këtu, që në Tarua ua ka thënë gjithmonë, okay? Ta shënoni në drurin e kanellës, por do shënoni edhe si të mbaroni ritualin komplet, okay? E djeg dafinën, si që po ua tregon në Tarua, 3 dafina. Tre dafina do digjni. Si që ke shkënuar në kanel, ashtu do ta shënosh dhe në dafin. Edhe manifestimi u krye. Do ta merrni këtë pjatë dhe do ta mbani derisa të shikoni. Ajo do t'ua tregoj, nuk është se brenda ditës do vi ajo shuma që ti do, por do fillojnë të lëvizin të ardhurat më mirë, do ndihesh dhe ti më mirë, do ndihesh dhe ti më pozitive, do ndihesh dhe ti më mirë. Okej? Kjo, vetëm këtë mos harroni, staranisin ta vendosni në mes. Okej? Nëse dëshironi ju, mund ta vini dhe qiriun mbi të dhe të mbaroj qiriu. Më pas, e merrni këtë dhe e vendosni në një vend ku të dëshironi ju. Ti mund ta bësh dhe në një pjatë të kafeje, në ato filxhaneve të kafes. Okej? Mund ta bësh dhe në një vend tjetër, po e mira është ta bësh në një enë të bukur dhe ta lësh në një vend që mos ta preki njeri. Dhe atë lek nuk duhet ta preki njeri. Okej? Atë lek nuk duhet ta preki askush, sepse ai lek është leku i manifestimit tënd dhe duhet jetë një vit në portofolin tënd. Ti mund ta mbash atë me oris edhe një vit, nuk ka problem, sepse ai është manifestim. Po është një diçka shumë e bukur, sepse je ti ajo që manifeston për gjërat e tua. Thjesht duhet jesh e përqendruar atë moment dhe të besosh në veten tënde që do ja dalësh. Okej? Besoj se e kuptuat se çfarë dua t'u them. Është diçka shumë e bukur, mund ta bëni. Ti mund ta shënosh edhe për nëse ke dëshirë të blesh një shtëpi për shembull, shënon atje te kanella shtëpi. Prosperiteti sjell shumë gjëra të mira, sjell lekun, sjell shëndetin, sjell dashurinë. Prosperiteti sjell bollok në të gjitha anët. Okej? Rëndësi ka që ju ta bëni, është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Thjesht bëje me zemër. Okej, mos e bëj se dua ta bëj. Thjesht duhet ta bësh. Jo se dua ta bëj, po duhet ta bësh me zemër, jo me mendje. Okej? Tani, do hidhemi te parashikimi i shenjave.
Ky parashikim do jetë për të treja shenjat, do të thënë për shenjat e para, që është Dashi, Luani dhe Shigjetari, okay? Mund ta vendosni vetë ju çfarë të doni titullin e parashikimit tuaj. Unë thjesht do kap energjinë tuaj këtë moment, nuk do I vë titull fare në Netarua, këtu tek ju të paktën, sepse në YouTube do shkruaj thjesht atë çka unë duhet të shkruaj. Okay? Vazhdojmë tani. Dashi, Shigjetari dhe Luani, zgjedhja juaj, më saktë, ju bën të mendoni, ky do jetë dhe titulli, të mendoni për gjërat që po ndodhin kohët e fundit. Dhe në gjërat në kohën e fundit, shikojmë që është një energji shumë e madhe, është një energji dhe e keqe, po dhe e mirë. Ju shenjat e zjarit aktualisht jeni në energjinë e karmës, është një energji shumë e fortë, është një energji që ti e di se ç'je duke zhvendosur këto kohët e fundit. Në Netarua u ka thënë gjithmonë që duhet të bëni kujdes çfarë thoni dhe çfarë nxjini nga goja këto kohët e fundit, sepse në jetën tuaj shikoj që keni shumë komplekse me konflikte më saktë dhe me veten tuaj, po dhe me njerëzit. Karma është që ti duhet ta lëshosh emrin tënd, ta lësh të ikë kjo karmë, sepse shumica nga ju po e mbajnë me zor këtë karmë. Dhe kjo është një karmë që është lidhur drejt për drejt me emrin tuaj, dhe më vjen shumë keq për ju shenjat e zjarit, që disa nga ju kanë probleme me ligjin. Është e vërteta tuaj që kërkoni një ekuilibër në jetën tuaj, kërkoni diçka që po sillet rreth jush, është diçka, nuk themi që I kemi të gjithë me ligjin, por dhe drejtësia në jetën tuaj është gjë e madhe. Okay? Dhe drejtësia në jetën tuaj është gjë e madhe. Kjo mund të jetë një gjykatë ligjore, por mund të jetë një gjykatë shpirtërore. Për shenjat e zjarit, Luani, Dashi, Shigjetari, duhet të mbrosh veten tënde këto kohë dhe të mbrosh forcat nga energjitë negative. Shumë energji negative shikoj rreth jush, përtej kontrollit tuaj në këtë moment që po shikoj. Mos u shqetëso, sepse shikoj shumë shqetësime, okay? Por shikoj që ndihesh me zemër të thyer, me zemër të plagosur, dhe energjia negative të bën të dalësh jashtë kontrollit tënd shpirtëror. Shenjat vërtet janë të zjarit, po këtu na kanë ardhur shenjat e ajrit si energji, si fuqi, prandaj themi karma, prandaj themi ligji, prandaj themi gjykatat, edhe çfarë do lloj gjëje që mund të kesh. Por këtu shikoj që ti duhet të mos shqetësohesh kaq shumë, sepse duhet ta shijosh këtë periudhë, dhe kjo periudhë do jetë deri në datën 15. Ua thash që pari me ligjet, sepse këtu ka rënë energjia e peshores si energji dhe ujori në ju shenjat e zjarit. Okay? Por është edhe një energji shumë e bukur për ju shenjat e zjarit, që jeni duke protestuar vazhdimisht për prosperitetin dhe për energjinë pozitive, por dhe bollokun, dhe shikoj që keni 10 kupat, keni 10 shpatat, keni 5 shpatat. Shikoj shumë gjëra pozitive që lidhen me familjen tuaj, që lidhen me të ardhmen tuaj, dhe shikoj që disa nga ju, nuk e di, por këtu shikoj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te kjo 7 që këtu, ose për 7 ditë, ose brenda muajit të 7, që I bie diku koriku, disa nga ju shenjat e zjarit do merrni një lajm shumë të bukur pozitiv. Sepse shikojmë që dhe magjistari po të tregon që ti
duhet të manifestosh, duhet të kalosh disa pushime me veten tënde, sepse ke nevojë, ke nevojë. Nuk ti ke punuar mjaft, të thotë, dhe nuk ke nevojë që të mërzitesh kaq shumë. Manifestimet e tua janë që ti duhet të lëshosh disa gjëra nga vetja, karmën e keqe. Unë nuk kam thënë që bëni kujdes çfarë thoni, se Zoti u asill të gjitha gjërat përpara. Dhe disa nga ju kërkojnë pushim mendor, sepse janë lodhur, do me thonë, 1 vit, kanë pasur ngarkesa shumë të madhe, si nga ana shpirtërore, si nga ana mendore. Dhe shikoj që në qendër të vëmendjes është një mashkull, që ka ardhur dhe magjistari. Magjistari ndër këmbët e tij, po ta shikoni këtu, është një gjarpër, që do të thotë që ka njerëz me energji negative që kërkojnë t'i marrin vëmendjen, dhe ata kërkojnë t'i marrin miratim këtij personi për diçka që nuk është e favorshme në jetën e tij. Por do të marrë ty atë energjinë pozitive për ta përdorur për veten e vet. Shikoj që ky kërkon të gjej qëllimet, dhe ky person që do vinë në jetën tuaj ose është në jetën tuaj, mund të jetë shoqë, mund të jetë kushdo, do të josh me fjalë shumë të bukura, sepse të ka ardhur dhe 9 e monedhës. Do të josh me shumë fjalë të bukura, dhe 9 e monedhës është energjia e virgjëreshës. Dhe shikoj që ky person në një farë mënyre, mbase mund të kesh dikën në energjinë e shenjës së virgjëreshës, ose mund të ketë ascendentin në energjinë e virgjëreshës, po ky shikoj që kërkon shumë vëmendje. Mund të jetë dhe personi që ju keni në jetën tuaj. Dhe, sepse është një person që do shumë gjëra nga universi, por kërkon vëmendje vetëm nga ty. Një lajm do të vijë nga e shkuara. Është një lajm i vjetër, mund të ketë edhe 10 vjet. Ti e ke haruar fare, për shembull, atë person ose atë njeri apo atë lajm apo diçka. Është një lajm që mund të ketë një kohë të gjatë që ti e pret. Mund të jetë një dokument, mund të jetë diçka. Sepse lidhet çdo gjë që po vjen, lidhet vetëm me 10 shpatat. Këtu shikoj që ky lajm mund të jetë dikush që ke pasur një histori nga e shkuara, një rikthim. Mund të jetë një rikthim. Por, me sa shikoj këtu, është dikush që ti e ke pasur histori, këtë person, dhe keni qenë të mbërthyer, sepse zemra juaj, po ta shikoni këtu, zemra juaj është ngulur shigjet me dhimbje nga ai person. Do me thënë, ai ka godit shumë fort ty në të shkuarën tënde. Dhe kjo vjen si pasojë, sepse ai ishte edhe dramatik me sa e shikoj, me 10 shpatat. Vjen gjithmonë të ketë konflikte me ty, të zihet, dhe është një person që kërkon gjithmonë të mbërthej ty tek e kaluara. Çfarë bën ai? Dramat. Gjërat që ju duhet të bëni kujdes, sepse ky është një person dramatik, një person djallëzor, është një person që të mbërthen, dhe në një farë mënyrë ky person të bën të ndihesh, i thua edhe ti vet, po unë budallaqe jam që e dëgjoj këtë njeri. Çfarë bëj unë? Kush jam mund të dëgjoj këto fjalët e këtija? Sepse ai është person negativ në jetën tënde. Dhe ty të ka ulur fort aty tek ajo karika dhe kërkon të ngrihesh, dhe s'ngrihesh dot se s'ke fuqinë për të ngritur nga ai vend. Sepse ai person po të mban me ti je duke i dëgjuar me vëmendje këtë person, por ka ardhur momenti ti thuash ik, mirupafshim. Sepse energjia e tij të mban të mbërthyer këtu te 10 shpatat. Duhet i thuash mirupafshim atij personi. Nuk e di, për më shumë se ju keni filluar të dëgjoni dhe këngë, keni ndryshuar ato këngët tuaja dhe këto këngë ju bëjnë të ndjeni më mirë, më qetë. Por me sa shikoj, ti je prap tek dhimbja, nuk ikën nga dhimbja kollaj. E shkuara ka ikur, disa nga ju ose kanë kaluar një fazë shumë të keqe në jetën e tyre, sepse këtu shikoj që ka ardhur me 8 shpatat ju shenjat e zjarit, por ka diçka që kërkon një takim dhe ti me atë person, ngul këmbë që të pish të paktën një kafe me atë person, të sqarosh pse të bëri këtë gjë, pse ta solli këtë dhimbje, pse të bëri të ndihesh bosh. Mund të jetë duke të treguar një dashuri si përfaqësore ai person, mund të jetë në jetën tënde aktualisht që po flasim, por ti je duke mbajtur kufij me veten tënde. Di tani si të dalësh nga dhimbja ose nga problemet, sepse këtu shikoj që keni disa nga ju kanë probleme. Por jeni ju ata që e mbani fort këtë njeri.
jeni ju ata që po e mbani fort këtë person. Disa nga ju kanë shumë ëndra dhe këto ëndra do realizohen në muajin që vjen. Shikoj që ti këtë moment, me hënën e plot, je duke shprehur dëshirat e tua, je duke shprehur ato energjitë e tua. Disa nga ju kërkojnë dhe 7 zanime, sa shikoj dhe këtu disa nga ju shenjat e zjarit do gëzojni me një fëmijë shumë shpejt. Një lajm shumë i bukur po vjen në jetën tuaj dhe është një lajm që është shumë pozitiv, sepse ti e ke kërkuar me kohë këtë lajm, por disa nga ju kanë qenë të smur, nuk e di kush është vizituar, kush ka bërë një vizitë për punën e shëndetit, dhe duhet të bëni kujdes ju shenjat e zjarit me kë vini, më falni që po a them, nga ana shpirtërore, sepse ai person mund të ketë edhe diçka të keqe, jo sëmundje kështu, këto sëmundjet e rënda, po është një sëmundje që mund ta marrësh ti nga ai. Një sëmundje që transportohet nga një person në personin tjetër. Po a thot në netarua jo shenjat e zjarit, duhet të bëni kujdes dhe me çështjet ligjore, duhet të bëni kujdes sepse ka ardhur momenti të merrni një vendim përfundimtar nga ana e ligjit, okay? Unë uroj që ky person që ka marrë këtë çështjen tënde në dorë të jetë pozitiv, okay? Të jetë pozitiv dhe ju të mendoni më shumë për veten tuaj. Shikoj që disa persona nga ju janë në siklet dhe duhet të bëni kujdes me personat që ju manipulojnë, ndihesh në siklet për një kohë të gjatë në lidhje me këtë personin që e kemi këtu. Okay? Është sjellja e këtij shumë e çuditshme. Kërkon shumë emocion, ky person është shenja e tokës. Ky person këtë moment kërkon të jetë lider në jetën tënde, por dhe në emocionet e tua. Dhe ky person kërkon liri shpirtërore, të bëj çfarë të dojë ai. Dhe ky po përpiqet vazhdimisht për të vërtetuar ty që jemi në një pikë këtë moment që duhet të bëjmë përshtypje të tjerëve, që sa duhemi ne, sa mirë kalojmë, por nuk shikoj asnjë gjë që ty të tërheqë te ky mashkull. Thjesht ti je mësuar në këtë toksicitetin e tij, në këtë ndjenjë dhe nuk po ecën dot përpara, as me atë dhe as pa atë. Shikoj që e shumë kokfort këto kohët e fundit. Dikush nga ju ka vërtet ndjenja të forta për këtë mashkull, por duhet t'ia shprehësh atij personi këto ndjenja dhe ti thuash çfarë ndjen ti në të vërtetë me këtë person. Me sa shikoj këtu, shikoj që ju duhet t'ia shprehni të gjitha, duhet të përpiqesh dhe ti thuash që rrugët tona ose do vazhdojnë drejt një finaleje, një fejese apo një martesë, sepse unë këtu shipam që doni familjen dhe erdhe letra e diellit që e fuqizon këto me magjistarin, por thjesht ju nuk duhet të flini më gjumë dhe të mendoni vetëm që kur do vi ai njeri, kur do ta japë këtë që tham pak më parë, domethënë për një martesë apo sepse ti je duke fjetur në gjumë për një kohë të gjatë dhe por je duke u përpjekur që çfarë do bëj ky person dhe ke ngelur një hap mbrapa nga të gjithë shoqëria jote apo nga njerëzit e tu. Me sa shikoj këtu, shikoj që ke njerëz në jetën tënde, që mund të jesh dhe ti një femër e suksesshme apo një mashkull i suksesshëm, ju shenjat e zjarit, por për disa persona thjesht po bëni gabime dhe nga ana materiale në bizneset e tuaja. Duhet të bëni kujdes se ka diçka që nuk shkon. Vazhdimisht u kanë thënë dhe po a them, keni kujdes kujt i besoni në biznesin tuaj. Kujt i besoni biznesin tuaj, sepse ai person unë e shikoj që është një lojtar shumë i fortë. Okay? Është një lojtar shumë i fortë. Ju duhet fuqi për të dalë mban në çdo lloj situate, por nuk duhet i lini personave negativ hapësirë që këta persona të futen dhe të marrin atë çka është tuaja. Nuk duhet të heqësh dorë nga gjërat e tua, por duhet të bësh kujdes gjithmonë në energjitë tuaja.
Sepse këtu shikoj që ke persona që rrethohesh me energji negative. Disa nga ju këto kohë do ndjejnë në pak dhimbje koke, do ndjejnë në pak koputje, ose do ta ndjejnë kokën sikur e kanë të rënduar. Mos keni frikë. Thjesht është një moment lodhje në jetën tuaj, sepse jeni lodhur dhe nga personat që keni pasur në jetën tuaj, duke u bërë stres dhe duke u dhënë ju më shumë energji negative nga që keni. Me sa shikoj këtu, disa prej jush mund të jenë duke e parë këtë mashkull, thjesht, ose këtë femër, thjesht për kënaqësitë e tyre private. Jo se duan të kenë një marrëdhënie afatgjatë, por thjesht e duan për pika. Okej, besoj se kuptoni. Nuk është se do që të ketë diçka, sepse ky nuk ka ardhur për të ndënjur, po ka ardhur për të marrë atë që ai do dhe për t'u larguar nga ju. Shikoj që ju do merrni një vendim në të ardhmen tuaj. Ky vendim është një fuqi e fortë shpirtërore. Shikoj që do kemi njohje të reja, sepse me këta persona thoni është mbushur kupa dhe kjo kupë po derdhet, dhe je bindur aktualisht me besim të plot që ti do gjesh fatin tënd, shpirtin tënd binjak. Do njohësh një person që do jetë sikur e njeh një jetë të gjithë. Keni shumë gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin dhe shikoj që ti do të beson në rezultatet e tua të ardhshme. Shikoj që këtu disa nga ju nuk duhet të ndjeni keqardhje për kohën, për çdo gjë që i keni dhënë atij personi, por duhet të shikoni dhe pak bizneset tuaja, punën tuaj. Shikoj që nga ana financiare, domethënë do jeni mirë, nuk ka diçka me rrezik, por me kujdes ju që keni biznese, sepse jeni duke i dhënë fuqi një personi tjetër të ketë kontroll mbi biznesin tuaj. Tu shikoj që ti këtë moment je një njeri që do kesh një karrierë dhe një investim financiar në të ardhmen, por shikoj që është diçka shumë e bukur për shenjat e zjarit që ja vlen. Dhe sinqerisht, shenjat e zjarit kanë 10 shkopind, 10 monedhat, 10 të shpatat, dale një sekond se kishim edhe diçka tjetër, dhe 10 kupat. Shikojmë që kemi 4 fuqit e tokës, kemi fuqin e ajrit, dhe shikojmë që këtu ka diçka që ju lidh fort me peshat që mbani, me dhimbjet që mbani, por shikoj që disa nga ju më shumë këtë problem këtë moment e kanë me shenjat, me ligjin. Okej, me ligjin. Kur shikojmë 4 energji të forta, shikojmë që është dikush në jetën tuaj, dhe u thash që janë 4 fuqi shumë të forta pozitive, që simbolizojnë lumturi, familje, pozitivitet, qëndrueshmëri, përmbushje emocionale, faza personale, por shikoj që këto energji të gjitha janë dhe mundësitë tuaj që ti duhet i përmbushësh tani e tutje. Mund të jetë një paralajmërim që ti do kesh zhgënjime në ditët në vazhdim apo në muajt në vazhdim. Ti nuk duhet të verbohesh nga pasuria, nga dashuria që të falin ata për momentin, sepse ata do t'u sjellin ngarkesë emocionale dhe dhimbje. Okej? Prandaj, kjo tregon që ju në këtë parashikim keni potencial, por nuk duhet të shikosh të kaluarën tënde. Thjesht duhet të ngrihesh dhe të ecësh përpara. Unë shikoj këtu dhe dëgjoj më saktë dashuri të re. Një dashuri e fortë, por për dhe ju që keni tentuar për të patur fëmijë, shikoj që do kemi dhe një shtatzani apo një lajm të mirë. Dhe e mbylli me shenjat e zjarit, disa prej jush jeni duke rilindur
një energji tjetër pozitive dhe shikoj që të gjitha rënojat që ke pasur me 10 shpatat, me 8 shpatat, të gjitha këto rënojat e tua, okay, sepse këto janë dhimbjet e së shkuarës, këto rënojat e tua, je duke menduar të ngresh përsëri jetën nga e para. Dhe po zemra ime e ngren përsëri atë që ke dashur gjithmonë dhe shikoj që ti je duke ngritur, keni parasysh kur thoni vdiqja nuk mundem ma, dhe ja ku të shikoj që do ringrihesh, do jesh me fort nga çka qenë më përpara dhe shikoj që jeta dhe rezultati do jetë shumë pozitiv për të ardhmen tuaj. Shenjat e zjarit, me këtë ëndë të plot, shikoj që keni shumë gjëra pozitive, thjesht ju nuk duhet të rini tek ai person që u jep energji negative. Shenjat e zjarit, kujdes nga karma. Se do t'i paguani shumë fort. Vem të Demi, Virgjëresha dhe Briciapi. Vem të Demi, Virgjëresha dhe Briciapi. Ju shenjat e tokës, sidomos Demi, ka shumë fat këto kohë. Shikoj që këto kohë ju shenjat e tokës nuk duhet të rrezikoni, por duhet të qëndroni të qetë dhe ti përvisheni pak biznesin, kush ka biznes. Okej? Kemi Demi, Virgjëreshën dhe Briciapin. Dëgjojni ju shenjat e tokës. Por dhe ju që keni ascendentin në këto shenja. Jo, nuk I kam lexuar akoma. Okej, vazhdojmë. Shenjat e tokës. Au. Shenjat e tokës, jeni në rrugën e dur. Okej? Jeni në rrugën e dur. Shikoj që keni lidhje në disa aspekte. Fitime nga ana e financave, duhet të jepni dhe të merrni. Dikush po vjen nga e kaluara me 10 shkopinjt. Dhe me 9 shkopinjt, me sa shikoj këtu, duhet të mbrosh veten tënde dhe ndjenjat e tua. Ai person është shumë I drejtë për drejtë, por duhet të bësh kujdes sepse ky është ti nuk di se si të veprosh në këto diskutime që do bësh me këtë person që do të vinë në jetën tënde, ose mund të jetë një person që vjen nga e shkuara apo në bizneset tuaja. Ai është një person që ka të bëj diçka dhe me të kaluarën tënde, sepse është një peshë shumë e madhe aktualisht me 10 shkopinj dhe me 9 shkopinj që ti duhet mbrosh energjinë tënde. Okej? Dikush është duke ai person më saktë po vjen dhe po sillet sikur nuk është I pjekur, si adoleshent do të thosha, por ti duhet mos ndikohesh nga ky person, por duhet të jesh I drejtë për drejtë çfarë do t'i thuash. Dhe sepse ai person vjen si punë gjarprit, nuk vjen drejt për drejt, po vjen tërthorazi, si I thonë në shqip. Me sa shikoj, ky person ka lidhje. Është një mashkull që ose një femër që është pak ndryshe në energji, ose në lëkurën e saj është pak e çelur, është pak femër apo mashkull, mos varet çfarë njeriu keni përpara në marrëdhënie, sepse femrat shikojnë për meshkuj këtu dhe sepse parashikimisht I përgjithshëm, por përballja me ata ju sjell pak frikë me 9 shkopinjt. Okej, ju sjell pak frikë dhe duhet të bëni kujdes sepse do të ndryshosh drejtimin tënd në të ardhmen tënde. Dhe shikoj që kjo përballje do të sjellë tension me atë person. Okej? Dhe shikoj që ti po kufizon disa gjëra dhe duhet ta refuzosh këtë njerëz. Sepse në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër do të gjej atë pikën më delikate që ti ke. Ose shpërfille fare që në fillim. Shpërfille fare, është më mirë kjo. Shpërfille fare atë person. Ai person mban maskë, në fytyrën e tij mban maskë. Okej? Në të vërtetë është gjarpër. Prandaj bëni kujdes me gjarprind.
sepse ata ndryshojnë fytyrë sa erë udhëqefi. Ndryshojnë dhe lëkurë sa erë udhëqefi. Dhe janë persona ndjekës që të ndjekin nga mbrapa, që të marrin atë çka duan. Këtu shikoj që dikush është i gëzuar ditët në vazhdim dhe është një mbretëreshe tokës. Okej, u shikoj që jeni të vendosura për veten tuaj. Shikoj që ti e ke një ndjenjë shumë të fortë për veten tënde, por e ke të fshehur këtë ndjenjë ke 12 muaj viti që pasioni, energjia, mendimet, identiteti ti janë ngulur fort në mendjen tënde. Por shikoj që je një person i sinqert, je një person i vërtet. Shikoj që erë do të dukesh e gëzuar në sytë të njerëzve, në ditët në vazhdim, kurse brenda vetes tënde fshet diçka. Gjithmonë ti ke atë stresin, ngarkesën, dyshimet, sepse nuk di se çfarë të zgjedhësh në jetë. Dhe e fsheh. Por dikush këtu nga ju është duke u sjellë vërdall në situatën që shikojmë, por gjithmonë kërkon me anën financiare ai person. Gjithmonë vete këtu tek qendra, tek 6 monedhat. Shikoj që ju keni mungesë financiare këto momente që flasim, ose një person i familjes tuaj mund të ketë nevojë për lek borxh. Dikush po fshihet me sa shikoj këtu. Dhe ti sikur po e mban në vëzhgim nga larg. Dikush po të spionon, po merret me llafe. Merr llafe këtu, i shpi aty. Dhe shikoj që po dëgjoni shumë zëra këto kohët e fundit mbi emrin tuaj, mbi personalitetin tuaj. Dhe kjo mund të ketë të bëjë me TikTokun, me mediat, Facebook, Instagram, çfarë janë këto WhatsAppat që bëni këto grupet, nuk e di. Dhe këtu shikoj që duhet të bësh kujdes. Je duke përdorur disa gjëra në manifestimet e tua, ose jeni duke vajtur në përvende, pika, mos e theme, okay? Dhe po përdorni disa gjëra që të mundni me energji personi që doni. Ky person këtë moment do zhytet në mendime dhe do t'i bëj vetes tije, sikur ndjen keqardhje për veten e tij, do ndihet i pafuqishëm. Ju ose ai do qëndroni në qëllimet tuaja, sepse gjendja juaj shpirtërore është një situatë shumë negative. Okej? Por duhet të qëndrosh e fortë, të përballesh me situatën dhe të përmirësosh gjërat e tua, të ecësh përpara. Fuqinë ke në dorë. Shoh dikë që është si pune rrotullohet në jetën tuaj vazhdimisht, por duhet të gjeni balancën këtë moment. Okej? Se ky kërkon të marrë diçka nga jeta juaj, kërkon të marrë fuqi nga jeta juaj. Në jetën tuaj, ju që jeni të martuar apo jeni në një marrëdhënie, shikoj që keni një person shumë xhelos, shumë dramatik. Një njeri që s'ua do dhe aq shumë fuqinë tuaj, energjinë, pozitivitetin, nuk e do. Por me sa shikoj këtu, shikoj që ky person nuk e di çfarë ke bërë ti në të shkuarën dhe kërkon hakmarrje. Okej? Por ti i di disa gjëra këtë moment, ose je lajmëruar që ky person këtë gjë ma bën për këtë gjë, sepse e pe parashikimin tënd këtu. Duhet ta mbash mend këtë parashikim. Sepse hakmarrja është gabim. Dhe ai nuk e koncepton dot atë çfarë ki thon ti. Ai thot unë e dëgjova kështu. Dhe ka zgjuar atë egërsinë e tij brenda në shpirtin e tij. Ti nga ana tjetër mund të kesh të bësh me një energji akrep. Mund të kesh të bësh me një energji të peshores. Mund të kesh të bësh me një energji ose mund të jetë një person i sartë mes tënde. Tu shikoj që dikush është në jetën tënde që të ndalon të ecësh dhe të përballesh me të vërtetën. Dhe ai është duke u përpjekur me këtë gjë. Okej? Ti nga ana tjetër
Ndihesh si e bllokuar për momentin. Okej? Ndihesh e bllokuar. Femër qofsh, mashkull qofsh. Ky person mund të jetë mik, mund të jetë i dashur, mund të jetë femër, mund të jetë mashkull, mund të jetë çdo doj. Unë shikoj që ju këtë moment, sepse ai është si ai cjap i egër që kërkon të rinë maj të shkëmbit e të vëzhgoj çdo gjë që mund të bëni në jetën tuaj. Okej? Por, ai person, se jeni dhe shenjat e lekut, ai person këtë moment, ndonjëherë kalon në rrugën tënde. Okej? Dhe këtu shikoj që askush nuk përpiqet të bëj gjëra të tjera, por dhe ky person përpiqet të bëj gjëra mbi energjinë tënde. Okej? Merre si të duash këtë parashikim. Unë shikoj që ai person është një person që ka shumë plane, të bllokon në disa gjëra të tuat. Ti mendon sikur ky person ka një pasion shumë të madh, por në këtë pasion që ju keni që mbasa mund të doni dhe rikthimin e këtij personi. Unë shikoj që ky person di ta mbroj veten, është një person shumë i fortë, një person që ka energji, por ka dhe shumë plane. Atë shikoj, që ti je bllokuar këtë moment dhe ky person është i zëmëruar me ty, ju që kërkoni rikthime. Dhe ti këtë moment je bllokuar, je duke e pritur këtë person. Ky është një person që mërzitet shpejt, është një person që nuk ka baza, por që të marrë atë që do, luan rolin e tij. Që ty të ngelen në mendje ajo që ai kërkon. Unë të shikoj që ti duhet të qëndrosh e fortë, të merresh me ndonjë diçka në duart e tua dhe të mendosh më shumë rreth meditimit, rreth qetësisë shpirtërore dhe me sa shikoj të kalosh pengesat, sepse ai person gjithmonë të ka kritikuar dhe gjithmonë të ka thyer shpirtin. Shikoj që ti duhet të ruash vetbesimin në të ardhmen tënde, dinjitetin dhe mos bësh rolin e një femre ose të një mashkulli që mbytesh me një llaf të tija. Se çfarë do përmbysësh ti në jetën tënde, unë nuk e di, por unë shikoj që ti je një femër që nuk ke nevojë për ndihmën askujt, sepse je një femër që ja del mban për çdo lloj gjëje. Këshilla ime vetme për ju shenjat e tokës është: mos lejoni njerëzit ju marrin energjinë. Vazhdoni me planet tuaja, sepse ky muaj për ju është pak, sepse ti rrethohesh vazhdimisht me njerëz që të japin shumë energji negative, por disa nga ju do bëjnë udhëtime, se kush do udhëtojë nuk e di, por këtu shikoj që disa nga ju do marrin vendime të udhëtojnë. Dhe mos e lëshoni veten tuaj. Keni nivelin tuaj, mos lejoni më saktë të kritikoj askush. Ju aktualisht ju shikoj që ti ke një vetbesim në veten tënde dhe je duke mbajtur dinjitetin tënd. Rolet në lidhje me këtë person mund të kthehen kur të duan, por ti nuk duhet të përmbysësh ndjenjat e tua. Nëse ai person kërkon të ngarkoj ty gjithmonë dhe të bllokoj ty të vazhdosh jetën, më vjen keq. Ky është një person toksik, por nuk di të jap drejtim jetës vet. Ky është një person që ty nuk të lë kur të japësh jetës tënde, ose më saktë të marrësh nga jeta atë që ty të përket. Thjesht ky është një njeri që duhet të ikë, të vazhdoj. Largo pengesat, mos e thyej zemrën tënde dhe vazhdo shiko gjërat pozitive në jetë. E vam virgjëreshën dhe mirë e vam. Tani jemi tek shenjat e ajrit. Jemi tek shenjat e ajrit tani, po. Binjaku, peshorja dhe ujori. Ja të shojmë. Shenjat e ajrit, jeni në karmën tuaj, jo shaqe tani jepet. Shenjat e ajrit, jeni duke jetuar karmën tuaj këto momente, është një mësim shumë i fortë që do ta merrni, do përfundoni një cikël dhe shikoj që jeni duke bërë disa gabime ju shenjat e ajrit. Unë dëgjoj që ju këtë moment do vi momenti
do vi momenti që ti thuash vetes tënde që pse e bëra këtë gjë, pse ja dhash këtë shansin e dytë, pse e gacmova veten me këtë person, e lash të futej në jetën time. Je sigurt për veten tënde dhe shikoj që ti luan me sigurinë dhe me ndjenjat e tua. Shenjat e ajrit, ju du të bëni kujdes nga gjarprind, sepse ata luajnë në mënyrën e tyre, por ti je një person i zgjuar dhe di të dalësh nga çdo lloj situate. Për shenjat e ajrit, shikojmë tash. Shikoj që mbretëresha e kupës, 3 monedhat, një femër plot emocione ose një mashkull plot emocione. Shikoj që je shumë e përgatitur këtë kohë, por nuk ke llogaritur diçka, sepse ke 2 njerëz që janë shumë dinak në jetën tënde dhe janë duke përgatitur dyshime të hedhin mbi jetën tënde. Nuk e di, duhet bëni kujdes. Duhet bëni kujdes sepse shikoj që do ktheni kurizin dikujt, shikoj që je duke bërë një fillim të ri, duke lënë njerëz të tjerë përpara. Shikoj që në jetën tuaj, ju shenjat e ajrit keni persona të tretë, duhet të bëni kujdes se këta persona të tretë. Nuk themi që personat e tretë janë gjithmonë e dashura e dashuri, jo. Personat e tretë mund të jetë dhe nëna, babai, djalit ose motra e djalit ose një shoqja juaj apo një shoku juaj. Okej, personat e tretë mund të jetë kushdo, nuk ka rëndësi. Këtu shikoj që ose mund të jenë miq dhe janë të rrem në jetën tënde, janë mafioz, janë njerëz që nuk duhet t'i kesh në jetë. Por duhet t'i llogarisësh mirë këta njerëz tani tutje. Shikoj që disa nga ju do t'i përgjigjen këtij personi me disa dyshime. O, zoti i madh. Shikoj që disa nga ju do bëjnë disa ndryshime në jetë, por dikush mund të ketë, ose më saktë mund të kesh një person në punë apo në jetën tënde që thot fjalë mbrapa krave. Po në punë mund të jetë më shumë kjo, sepse këta persona po të pengojnë gjithmonë të ecësh përpara. Dhe ti do vi një moment të t'ua kthesh kurizin. Shikoj që mbretëresha e kupës na vajti në mbretëreshën e ajrit, ka kokën e një personi në dorë, shumë e nevrikosu, nuk dua më të luftoj, thot, nuk dua më të komunikoj, thot, nuk dua më, thot, të kem këta persona në jetë, thot, sado që kam bërë shaka me këta njerëz, kam ngrënë, kam pirë, këta persona për mua janë njerëz të ndyrë, thon juve. Shikoj që je shumë e zemëruar dhe ke kuptuar se kush janë këta njerëz, çdo gjë është përmbysur në jetën tënde. Ju shenjat e ujit këtë moment mund të jetë edhe një person tjetër i shenjës së ujit në jetën tuaj që ka thyer kutinë tuaj, por ti duhet të bësh lojën që di, të vazhdosh lojën që di, sepse ke edhe një kuti të dytë ose një shans të dytë. Me sa shikoj këtu, disa persona kanë një përputhje shumë të fortë me një fillim të ri. Këtu shikoj që kemi fillime të reja, mund të jetë në biznes, mund të jetë në dashuri, një fillim i ri në jetën tuaj. Shikoj që ke dalë nga rrethanat që ke qenë më përpara, por shikoj disa njerëz janë të lumtur. Disa njerëz janë të lumtur. Shikoj që mund të jetë një person në jetën tuaj që ju ka lënduar dikur dhe vjen një person romantik në jetën tënde. Duhet të bëni kujdes me këtë person sepse këta persona janë thjesht entuziast të bëjnë për vete një moment dhe ikin, por mund të jetë një person që mund të marrësh atë që ti do për momentin, ke parasysh që të mbushësh atë vetmin tënde, mungesën tënde, dashurinë që kërkon nga një person. Ky do shfaqet papritur në jetën tënde. Aty ku ti thua që unë do shëroj veten tani, do kaloj gjithë këto sfidat që kam, vjen ky karrocieri, ky princi dhe të thotë që unë i kam hapur krahët, thotë, për të dhënë ty atë që ti meriton, thotë, për disa për disa persona, ky person mund të jetë duke u zhytur në qeshje, në lumturi, ose duke i bërë vetes ti që të ftojë ty, por me pishmallok. Keni parasysh kur të vjen me pishmallok. E shikoj që ky person këtë moment qëndron në qëllimet e tia, merreni si të doni këtë situatë, por duhet të bëni kujdes sepse kjo situatë ka dhe anë negative, sepse shikoj që keni 2 persona, keni 2 persona në lidhjen tuaj që nuk ju lën të ecni përpara dhe këta 2 persona do t'ju bëjnë ju që të bëheni pishman një moment. Të bëheni pishman një moment. Që pse u bashkova, se do t'u sjellin shumë probleme këta dhe
ti këtë moment nuk di se të veprosh, e do për vete personin, ke shumë emocione për personin, energjia jote ndjen sikur, por prap ky person vjen sikur të vjen me keqardhje në jetën tënde. Energjia jote këtë moment më tregon emocionet e tua, përpjekje që ti duhet të përmirësosh dhe pak emocionet e tua këto kohë. Dhe të ecësh përpara pavarësisht se shikon, erdhi prap, nga princi i kupës vjen në princin e shkopinjve. Do të thotë që ky do vi me një shpejtësi shumë të madhe dhe energjia jote këtë moment është shumë e ngjashme me shenjat e tjera, me shenjat e zjarit. Okej? Dhe me sa shikoj ky është sepse ke edhe energjinë e tokës këtu. Okej, ke edhe energjinë e tokës këtu, por me sa shikoj ky është diçka e shpejtë në jetën tuaj që do të ndodhë kjo gjë dhe ti duhet të shikosh anën pozitive të vetes tënde. Me sa shikoj këtu, unë ua thashë që doni këtë marrëdhënie të ecë, por shikoj që ju nuk mësoni nga karmat tuaja, nuk mësoni nga, sepse aty ku e mbyll një karma e hap prap, je duke përfunduar disa gabime, por këto gabime i ribëm përsëri dhe unë shikoj këtu që i thua vetes se të jap dhe një shans të dytë kësaj lidhje, të jap dhe një shans të dytë këtij personi dhe ti a jap të shans, po të duhet të dish të mos e vrasësh më veten nga ana shpirtërore, duhet të jesh e qartë çfarë do, të sigurosh veten tënde, se ky është vërtet një person në jetën tënde që është shumë i zgjuar. Të them atë trot çfarë tua them që është shumë i zgjuar. Dhe këtu shikoj që në familjen tuaj, ky person është marrë me njerëz negativ. Okej, është marrë me njerëz negativ. Kanë ardhur njerëz nga jashtë, u kanë prishur familjen, u kanë prishur dashurinë, u kanë prishur qetësinë shpirtërore, ose marrëdhënien që keni pasur. Është person i zgjuar, është një person që do të ecë përpara me ju, po gjithmonë personat e tretë nuk ju lën, janë dinak, nuk i keni llogaritur kur këta persona. Ti mund t'i kesh në tavolinë, ti mund t'i kesh shumë afër me veten tënde, por nuk i ke llogaritur që këta persona janë aty. Kuptoni? Këta mund t'jenë miq të rem, mund t'jenë kushërinjtë e tij, mund t'jetë fisi i tij, mund t'jetë familja e tij, mund t'jetë njohurit e tij. Këta e shikoj që janë duke të përgjuar ty vazhdimisht dhe kjo nuk është gjë e mirë. Por dhe ti duhet të bësh kujdes. Duhet të bësh kujdes me këtë person, sepse gjithmonë hedh dyshime mbi atë person. Dhe ti je ajo që unë ua kam thënë dhe më përpara që nëse ti kërkon diçka, ajo gjë do të vijë. Nëse ti mendon që burri më tradhton, i dashuri më tradhton, normal që një moment ai do të tradhtoj. Se je ti ajo që i kërkon një gjë me zor. Mos e përgjop mashkullin apo femrën tënde. Lëre të ecë përpara. Lëre të gjej mënyrën dhe shuaj dyshimet e tua, sepse nga dyshimet që ke, shkatërrohet çdo gjë. Unë shikoj që ju duhet të filloni shakat tuaja, të bëni, ta fshihni atë dyshimin tënd, mos e tregosh në sytë e tjetrit, që unë po jam duke dyshuar tek ty. Por, këtu shikoj që ti nuk duhet të zemërohesh kaq shumë me të, dhe të shikosh që në jetën tënde nuk duhet të bësh lojra më, por nuk duhet të lësh dhe njerëz të bëjnë lojra me ty. Okej? Sepse vërtet, siç e thashë në fillim, karma juaj është një mësim shumë i fortë, po ju nuk dini ta mbyllni këtë karmë dhe keni qejf të vazhdoni këtë karmë, pavarësisht rrethanave, apo keni përputhje apo s'keni përputhje me atë person, shikoj që je duke vazhduar lojën tënde. Me dy monedat, unë shikoj që ka momente në dashuri që merr atë që do nga ky person, sepse nuk them që nuk ju do, por ai person ka njerëz të tjerë që nuk e lën dhe e bëjnë këtë një histori shumë të madhe. Sa ti afrohesh këtij personi, është dikush tjetër që kërkon ta zhysë përsëri në balë atë person. Ai kërkon të bëj kthime, të bëj kthesa në jetë dhe të afrohet me familjen e vet, e bllokojnë prap me 6 shpatat. E bllokojnë historinë tuaj, dashurinë tuaj, marrëdhënien me të. Shikoj që ai person për veten e vet ndjen keqardhje që pse gjërat e mia kanë arritur deri këtu, kur unë kam pas një familje ose një marrëdhënie shumë të shëndoshme me këtë person. Pse gjithë këto kanë, se ai nuk e shikon realitetin.
Dhe kjo është energjia jote. Keqardhja. Merreni si të doni këtë situatë, por kjo është një situatë negative emocionale, që ju duhet të bëni përpjekje për të përmirësuar situatën dhe marrëdhënien tuaj. Në qoftë se doni të ecni përpara me atë njeri. Pavarësisht grindjeve të shumta që keni kaluar, tani ka ardhur momenti thjesht të ecësh përpara, të përmirësosh veten tënde, të qëndrosh me këmbë në tokë. Dhe këtu shikoj që ju keni dhe shenja toke në energjinë tuaj. Energjia juaj është shumë e ngjashme me shenjat e tokës. Por, shikoj që këtë moment, në jetën tuaj, duhet të mos lejoni njëri t'ju bllokoj dhe të sjellin konflikte aty ku s'ka konflikte. Personi që ju keni ka një lloj humori shumë të bukur. Thjesht ju duhet ta shfaqni humorin tuaj me këtë person dhe të qeshni sepse i bëni mirë dhe vetes tuaj. Largoni konfliktet që keni, largoni situatat negative që keni. Ju rumben emocioni negativ me sa shikoj këtu. Sado që ju përpiqeni të kaloni çdo lloj situate, prap ngeceni sepse nuk dini si ta vazhdoni këtë energji. Gjithsesi, unë do të thosha që kjo histori do shfaqet përsëri në jetën tuaj. Nëse jeni në një marrëdhënie apo keni qenë në një martesë apo në një bashkëtesë, do shfaqet përsëri si situatë, sepse janë personat e tretë që nuk i lënë të qetë. Kjo situatë duhet përmirësuar, po jo ta shfaqni xhelozin dhe ju. Lëreni xhelozin minjan dhe besoni në veten tuaj, duke gjetur rrugën e duhur dhe duke balancuar gjërat që ju kërkoni. Të pinën e ta ruajnë që kafe. Vem tek shenjat e ujit, rofsh, vitamina, rofsh. Një zë i brendshëm më thot: jetoj veç për veten, përshëndetje, ta hoqa lodhjen, o zemra ime. Do t'u thosha diçka ju, është për të gjitha shenjat, jo për një, po për të gjitha shenjat. Duhet ju femrat, është për femrat, jo për meshkujt, për femrat. Ik vizitoni, sepse, sidomos shenjat e tokës e kishin këtë energji dhe shenjat e ajrit e kishin këtë energji. Ik vizitoni, sepse keni diçka që se keni kuptuar dhe këtë e keni marrë nëpërmjet pika. Okej? Është diçka që sot është shumë e vogël, që ti mund të vesh, mund të jeni 2 veta, në 100 veta mund të jeni 2 veta. Okej, në 100 veta 2 veta jeni. Është energjia juaj. Ju duhet ju femrat, të vini të vizitoni te ginekologu. E thash më sfundi. Te ginekologu. Ka diçka në lidhje me shëndetin tuaj që duhet me patjetër të vizitoni. Okej? Nuk do t'u them tani me emra se kush jeni, se nuk më interesojnë emrat këtu. E thash në përgjithësi 2 persona që janë të venë të shikojnë veten e tyre, sepse e keni marrë pika. Okej, vazhdojmë me shenjën e bukur të gafores, të akrepit dhe të peshkut. Vazhdojmë me këto energji, është një energji shumë e bukur. Gaforia ka një vit shumë të mbar, urime gafores, urime dhe ju që keni ascendentin në gafore, por dhe ju që jeni në shenjat e ujit, akrepit dhe peshku, sepse bëni kujdes me këfusin në përkëmbë. Bëni kujdes, qa tu them unë, juve vete e hani, kruajni tani. Qa tu them unë? Kur të ha në dorë, do ta kruash. Vazhdojmë.
Çmorë të vesh më mos më zgërdhi dhëmbë ti, majmune. Okej. Thashë, mbaruan, tani do vazhdoj me parashikimin për shenjat e ujit. Mos më ngatroni më me komentet tuaja. Shenjat e ujit. Jeni duke vetë marshuar dhe duke njohur njerëzit 10 metra përpara, kush gënjen dhe kush jo. Por mos e gënjeni veten, sepse jeni duke u kujdesur më shumë nga ç'duhet këtë kohë. Me sa shikoj, ka filluar ana psikologjike dhe je duke mbrojtur veten tënde, egon tënde, dhe shikoj që je duke shmangur shqetësimet emocionale. Do me thënë nëse ti ke një person në jetën tënde që të bën buru non stop, i thua stop. Është gjë shumë e bukur, por ky është ai shqetësimi emocional që do kesh në të ardhmen. Do me thënë, gafore, këtu dhe një vit, ke shumë gjëra pozitive, do gjeni shpirtin tuaj binjak, do gjeni një person që do t'u jap një dritë jeshile, por mbi të gjitha, ju që punoni online, në përzyra, doktora, avokat, kudo që të punoni, do jeni një mbrojtës i energjive tuaja, një mbrojtës psikologjik, një mbrojtës i shëndetit tuaj psikologjik, por dhe nuk do lejosh me njerëz negativ në jetën tënde. Një njeri që do përballesh me realitetin, sa do i dhimbshëm që mund të jetë, dhe do veprosh në rrethanat që ke, ose do përputhësh gjërat në momentin që je. Sa do të dhimbshme që mund të jenë këto gjëra, shikoj që në jetën tuaj duhet ta mbroni veten tuaj shpirtërisht. Ndryshime do të ndodhin në jetën tuaj, siç e thash, janë përfshirja me ligjin, udhëtimet, mund të merrni një shtëpi ose mund të blini një shtëpi. Shikoj që disa nga ju jeni duke u mbrojtur nga universi, nga engjëjt tuaj, dhe s'ka shans njeri që të sjellë ndryshime më në jetën tuaj. 12 vjet gaforja, sidomos, por dhe shenjat e ujit. Se gaforja është e para e shenjave të ujit, ka qenë në një karmë shumë të fortë dhe ka ardhur që ta mbyll të karmë. Ka ardhur momenti për të larguar dhe për të parë jetën e saj. Shikoj që në përfshirje me ligjin keni pasur shumë bllokime, njerëzit që u kanë bllokuar, por me ermitin në krah, me 8 monedhat dhe me largimin e peshave të mëdha, shikoj që ju do të gjeni veten dhe dritën brenda. Shikoj që me 8 monedhat keni të ardhurat mira, një kontratë e re, një punë e re apo diçka e mirë. Shikoj që dikush po përpiqet të bindë ose të detyrojë të bësh diçka tjetër kundër asaj që ti kërkon. Shikoj që ti do bësh diçka që do me zemër tani tutje. Nuk do t'i lejosh njerëzit të bindin, as të detyrojnë, as do pranosh asnjë njeri të të gjykojë, sepse ti do mbrosh ndjenjat e tua me energji, me fuqi, dhe shikoj që do të përfshihesh në gjërat që ty të bëjnë të ndihesh e lumtur. Me sa shikoj këtu, ke 6 në shkopinjve, di ta mbrosh veten tënde, të shikoj që këtë moment di të mbrosh ndjenjat e tua me 4 e monedhës dhe nuk lejon më njeri të prish planet e tua. Je duke qëndruar në vullnetin tënd dhe me sa shikoj, disa nga ju do gëzojnë shumë shpejt me diçka të bukur. Shikoj që këtë moment në jetën tënde je duke u përfshirë nga disa persona ose je përfshirë në një shoqëri që dëgjon bër vazhdimisht duke dëgjuar që ose dikush mund të shkruajë në privat që çdo ti që merresh me atë për shembull, ose çdo ti që futurin të atje, ke parasysh njerëz që mund të bëjnë të shantazhojnë. Por ti do qëndrosh e qetë, e vendosur në çdo lloj aspekti të jetës, sepse je një femër që ja del, nuk e frikë nga askush, i bën ballë çdo situate, thjesht është ajo frika ose pavendosmëria e momentit. Por në çdo aspekt të jetës tënde, që endet në rrugën tënde, ti të vazhdosh të përfundosh qëllimet e tua. Shikoj që disa nga ju kanë qenë shumë të atësëruar dhe e shikoj që ti këtë moment duhet të bësh një reagim të fortë emocional, mos i lejosh njerëzit të tjerë të shqetësojnë,
ke kaluar trauma me sa shikoj këtu, ke kaluar gjëra negative në të shkuaran. Shikoj që këto trauma janë shqetësuese akoma në jetën tënde, por me sa shikoj këtu, shikoj që ti këtë moment duhet të ndjesh lumturinë. Lumturia është peshku, letra e peshkut, por me sa shikoj të treja shenjat kanë nevojë për këtë lumturi. Shoh dikush që është shumë i zemëruar këtë kohë në jetën tuaj, ose jeni vetëm edhe ju. Emocionet tuaja mund të ndikojnë në mënyrën se si mund të silleni apo si mund të reagoni. Duhet të bëni kujdes nga një person, sepse ky person këtë moment luan një rol që të përmbys çdo ëndër dhe gjithçka. Është më i vogël mosh nga ju ky person dhe silleni dhe ju siç sillet ai, reagoni ju siç reagon ai. Por merre si të duash këtë. Shoh dikë që projekton, të ka vënë gishtin, sepse të ka ardhur letra e vdekjes, të ka vënë në gishtin që do të gjej ty të dobët dhe do bëj atë që do ai. Me sa shikoj këtu, emocionet e tua ndikojnë, por këtë moment thjesht je duke bler, je duke dëgjuar dhe nuk duhet të reagosh. Sepse ti je duke reaguar, ai flet, ti flet, ai flet, ti flet. Shikoj që disa nga ju po bëjnë projekte, por ky projekt të drejton energji negative dhe të erdhi letra e djallit, e vdekjes, më fal. Dhe këtu shikoj që keni njerëz xheloz në jetën tuaj dhe shikoj që këta persona janë shumë të këqij, janë shumë ziliqar dhe janë të pakënaqur sepse ti je gjithmonë duke bërë gjëra të reja, duke ecur para, nuk të pengon askush dhe asgjë. Shikoj që shenjat e ujit këtë moment po bëjnë diçka pozitive. Shikoj që xhelozët janë në rrugën tuaj, por ti këtë moment nuk do t'ja dish, sepse sado zili të kenë në jetën tënde ti me dashje apo pa dashje, këta ta carojnë në ty, por është koha për të pastruar, për të bërë rituale, për të larguar energjitë negative, për të pastruar energjinë dhe për të mbrojtur veten tuaj. Shenjat e ujit do të thotë në netarua që disa prej jush kanë marrë një shkëputje këto kohë dhe kanë nevojë të shkëputen nga disa situata, sepse shikojmë që në këtë udhëtim që do bëni, do t'u hapet shpirtit një erë e re në jetën tuaj, një erë që do t'i thuash vetes tënde që kam shumë kohë pa udhëtuar, pa larguar këto, sepse je duke larguar gjithë energjitë negative, gjithë ata njerëzit xheloz dhe këto emocione do t'i ndjesh fizikisht. Me sa shikoj këtu, ti do shkosh drejt rrugës tënde, je duke realizuar diçka dhe je duke u rritur dhe shpirtërisht me sa shikoj këtu. Por me perandorin në krah, ke për të ecur shumë përpara, sepse shikoj që ke një fuqi shpirtërore, ke një energji të fortë, shikoj dikë që kalon ose ka kaluar një pjesëtarin e familjes që ka vdekur dhe në kjo vdekje shikoj që ka akoma ato dhimbjet brenda në energjinë e tij. Por këtu shikoj që nuk duhet të dorëzohesh, duhet i besosh një psikologu apo diçka të tillë, të bëj të ndihesh mirë pak, të paktën të shërosh veten tënde pak nga pak. Dhe këtu shikoj që ti do e ndjesh veten sikur je një pendë. Ka momente dhe energjia të bën të ndihesh sikur është kjo pendë në jetën tënde, ose e ndjen veten tënde sikur je një pendë e lehtë dhe fluturon nëpër ajër. Nuk e nevojë të fillosh të mendosh gjithë këto gjëra, por duhet të rritesh dhe të konfirmosh rrugën tënde, sepse pënda është po aty. Shoh dikujt që do të kapet me ty, është karma jote ky person. Është një person që gënjen pa mëshirë, flet shumë, është llafazan. Domethënë, ky person mund të bëj të ngatrojë energjitë, por është një situatë sepse ai vjen nga një martesë apo në një marrëdhënie apo në pala të treta. Dhe këtu shikoj që ky person këtë moment më tregon që ti duhet të ta vëzhgosh këtë gjë. Ai është duke të përgjuar vazhdimisht, por ti duhet të bësh diçka të zgjuar, të bësh diçka që ta tejkalosh kufirin tënd, energjinë tënde. Shenjat e ujit ju dua shumë, por ka disa njerëz që ju i mbani nën sqetu. Keni parasysh kur mbajmë njerëz nën sqetu. Shikoj që ka dashuri në jetën tuaj, por duhet të shikoni veten tuaj në radhë të parë. Keni persona që mburren dhe kjo mburje
nuk është se ju pëlqen shumë dhe ju e kuptoni një person kur ngrin ose kur tregon un kam këtë, kam bërë shu, kam bërë ashtu. Por me sa shikoj këtu, ju duhet të shikoni fatin tuaj, jetën tuaj, sepse rrota e fatit të tregon që do marrësh drejtime të reja. Do ecësh përpara dhe siç e thashë në fillim të live-it, po ua them përsëri, disa prej jush I shikoj që kanë një dashuri, po kjo dashuri është e përgjumur, do me thonë që kjo dashuri është në gjumë për momentin. Shikoj që kjo dashuri me këtë person është në një situatë, që po t'ishtë një situatë tjetër do ndryshoni shumë gjëra, por në këtë situatë sot me këtë lexim, me këtë energji, shikoj që është koha tani për t'i dhënë drejtim. Sepse ai do vinë në jetën tënde, okay? Dhe këtu shikojmë që kemi shumë emocione, shikoj që ky person kemi rikthime më saktë ju shenjat e ujit. Keni rikthime, shikoj që fati juaj po ndryshon, rrota tuaj po e heq ngërçin. Shikoj që në jetën tuaj ka persona, janë dy persona që flasin shpesh për ty, ose je ti duke folur me një mashkull vazhdimisht, dikush mund të dojë të di çfarë do bëj me këtë marrëdhënie apo me këtë ose në punë, por shikoj që ju këtë moment nuk duhet I besoni njerëzve negativ, ti besosh vetëm vetes tënde, sepse je një femër që ke kaluar shumë, ke vojtur shumë, ose një mashkull, keni vojtur shumë. Shikoj që ju këtë moment duhet të shikoni më shumë kush ju ka bërë keq dhe ti largoni këta persona, dhe me sa shikoj që do t'ja ktheni kurizin dikujt, ditët në vazhdim dhe muajt në vazhdim, do t'i gjesh rrugën tënde përpara, ke dhe 4 kupat, shikoj që ju shenjat e ujit jeni, do me thënë, mendoni më shumë për ndjenjat, s'doni më t'u lëndojnë ndjenjat, më pëlqen kjo gjë. Shikoj që personat që flasin brapa shpatullave tuaja, thjesht janë demonët tuaj, njerëz negativ, që këta persona duan të bëjnë replik, çdo gjë që mund të bësh ti, ata bëjnë replik të asaj që ti bën. Do me thënë që ata dhe në punë të jesh ti, jo e ka bërë keq, e ka bërë mirë, replikojnë punën tënde, por ti nuk duhet ta thyesh kur rrugën tënde, historinë e jetës tënde. Shikoj që disa nga ju jeni pak të papjekur këto kohë dhe me sa shikoj këtu duhet të bëni kujdes. Shikoj që disa ndihen pak të burgosur, po me këtë udhëtim shpirtëror apo fizik, shpirtëror ose fizik, do bëni një kthesë historie shumë të madhe. Shikoj që ju aktualisht duhet të largoni këtë ndjenjën, këtë frikën, këtë dhimbjen dhe të mendoni për veten tuaj. Shikoj që këto veprimet apo vendimet e pamatura vijnë për shkak të 3 shpatës ju kanë dhënë gjithmonë. Disa nga ju shikoj që do të dëgjojnë për shtatzani, fëmijë. Është një situatë në familjen tuaj që do sjellë sukses. Diçka e papritur mund të vinë në jetën tuaj, por kjo do ndodhë në lidhje me fëmijët tuaj. Ose do dëgjoni ju shenjat e ujit, ose do dëgjoni një shtatzani apo diçka të tillë, ose do dëgjoni një fëmijët tuaj kanë bërë diçka të bukur dhe ju do lumturoheni. Do jetë një lidhje shumë e fortë midis jush dhe fëmijës tuaj. Ky është parashikimi I përgjithshëm për të shenja, do me thënë, gafore, akrep dhe peshku. Ky është parashikimi I përgjithshëm. Ishte një parashikim shumë I bukur. Janë energji tuaja, çfarë do sillte edhe kjo hënë plot. Ky parashikim në fakt bëj gjithmonë në YouTube, po e kam bërë në TikTok, do ta hedhim dhe në YouTube si parashikim. Ju kush nuk më ka subscribe në YouTube për të parë videot e reja, për të parë letrën e ditës, apo të dëgjoni këshilla, na keni të gjithë aty dhe aty shikojmë çfarë do ndodhi në jetën tuaj. Juve që ju kemi në YouTube, ju uroj në Tarua një mbrëmje të bukur apo një ditë kudo që t'jeni të mbarë. Të gjithëve, ju uroj në Tarua gëzuar kudo që jeni, pa dallim feje. Ju uroj se ne në Shqipëri festojmë të gjithë. Gëzuar dhe një vit gëzuar përsëri, në datën 6 përsëri në vitin tjetër, ta gëzojmë përsëri sikur sot Bajramin.